Mirë se erdhët në episodin e fundit të serisë së podcastit të Disha po të kesh më mirë të dyja, ku flasim sërish për fondin e pensionit privat. Sot kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar profesorin e ekonomisë, zotin Artur Ribaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Esin. Shumë faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim në fakt pak edhe lidhur me atë punën e përditshme të profesorit, qasjen që kanë të rinjt, me cilët ai ka takime dhe komunikime të përditshme dhe në fakultet, për sa i përket paras, kursimit, si e shohin investimin afatgjat dhe produktin në fondin e pensionit apo edhe atë të investimeve. Profesor, për ta nisur nga rutina juaj e përditshme, si do ta përshkruanit marrëdhënien që kanë të rinjt me paran? Së parë përgëzime për këtë iniciativë, është një mision që dhe ju po e bëni për të mirën e gjithë publikut, sidomos të rinjve, të cilët kanë nevojë më shumë se kurrë të mësojnë dhe të dinë lidhur me ekonominë, sepse kjo evidentohet. Munges njohurish për produktet konkrete. Mund të kenë njohuri teorike, mund të njohin formula se si përllogëriten interesat, por kur vjen çështja tek produktet konkrete që kanë të bëjnë me investimet, mungesa e njohurive është e dukshme. Dhe kjo besoj se nuk vjen vetëm për shkak të fajit dhe përgjegjësisë së tyre. Mendoj se shumë e gjerë. Pasi edukimi i të rinjve duhet të nisi qysh prej shkollës nëntëvjeçare të mesme për të mpritur në sallat e auditorëve të universiteteve. Por jo të vetëm tek fëmijët. Pra duhet ta kemi vëmendjen tek ata që janë mësuesët e tyre. Sa ata dinë vet, sa mirë i dinë, dhe sa janë në gjendje për të folur për ekonominë. Shikojmë që ka një mungesë shumë të gjerë të edukimit financiar. Flitet që bëjmë kurse, bëjmë trajnime, por jo për ekonominë. Ndërkohë që ekonominë e bëjnë të gjithë për ditë. Pa çka se mund të jesh murator, mund të jesh inxhinier, mund të jesh doktor, mund të jesh jurist, ti bën ekonomi. E ke në përditshmërinë tënde. Dhe nëse nuk i njeh konceptet, njohuritë bazë, produktet e tyre kryesore reale, jo teorikisht, atëherë mendoj se nuk jetë duke bërë një mirë menaxhim të financave të tua për të pasur një jetë më të shëndetshme. Profesor, sa vite u bën që jeni pedagog i të rinjve? Për të bërë ndoshta edhe një krahasim midis brezave që kanë kaluar dhe atyre që janë ende në gjatë studimeve. Duke treguar një numër, ndoshta nuk do të përkoj me gjën, por ja po shkojnë 30 vjet që jam në sallat e auditorëve me student, në kontakt me ta. Shikoj që të rinjtë e sotshëm kanë më shumë interes, kanë më tepër dëshirën për të mësuar, lidhur me produktet financiare, me investimin si koncept, por paksa aventuresk. Pra ju pëlqen kripto, ju pëlqen të flasin për produkte të tjera që janë shumë të sofistikuara, ndërkohë që nuk njohin produktet bazë financiare, të cilat mund të kenë të bëjnë me të kursyerin në përditshmëri, ku ti duhet të mendosh që nëse ke një pagë qoftë edhe 60.000 lek, mundohu të kursesh 10.000 lek, por para se sa të aplikohet ai tatimi mbi të ardhurat dhe detyrimet tjera, ti mendo për një fond pensioni, i cili duke nisur me pak lek, në afatgjat të jep një kthim shumë më të mirë. Sepse siç e themi ne, investimi i vendosur për periudha afatgjata kuptoj dhe ka kthimin më të mirë të mundshëm nga çdo lloj investimi tjetër. Episodi kaluar në fakt ne kemi pas të ftuar 2 studentë të rinj, të cilët njëkohësisht kanë pasur dhe marrëdhënie pune afat shkurtra, ndoshta edhe part-time. Si ju duk intervista e kaluar? Si ju duk qasja e tyre kundrejt paras dhe kursimit? Ndonjëherë duket na të shprehën too good to be true. Sepse në realitet përsëri flasim për të rinjtë të cilët i qëndrojnë larg mundësisë thonë. Pra kërkojnë të justifikojnë që nuk kemi mundësi të kursejmë. Sepse jeta është bërë shtrenjtë, kanë të drejtë. Por nga ana tjetër kanë mos një pasje të njohurisë dhe të mundësive për të përfituar, qoftë edhe duke ju shmangur detyrimeve tatimore për të investuar në afatgjat. Pra, ishte interesante, absolutisht, përbën shumë interes dhe janë për të përgëzuar, pasi bet fjalë që njëri të mund të kursej, është gjë shumë e mirë, dhe kjo do të vendosur kulturë tek të gjithë, duke dashur dhe duke tentuar të shkosh në atë normën që ne e themi që 1/3 e të ardhurave të tua gjithmonë ta vendosësh si rregull për ta kursyer. Qenia njerëzore e sidomos së rinjt
zakonisht aq sa marrin, të gjitha i shpenzojnë. Sikur të marrin prap 2 fishën e pagës përsëri do ta shpenzojnë. Pra, të kursyerit vjen me mendim, vjen me mundësinë, por dhe duke parë në perspektivën e kthimit. Pra, në qoftë se të rinjve do t'ju tregosh që duke vendosur 5.000 lek çdo muaj nga paga jote bruto për ta vendosur të investuar diku, për shembull në një fond pensioni, pas 20 vjetësh do të surprizojnë, t'ju thuash sa do të kenë fituar. Aty fillon dhe e motivojnë veten dhe ndjejnë që vërtet kanë interes. Pastaj vinë të falenderojnë, thonë sa mirë që na thot, nuk e dinim pse s'na thon të tjerë. Po sepse ka mungesë informacioni, ka mungesë njohurish. Mos u surprizojmë ke ekonomistë pafund që s'e kanë iden të produkte financiare. S'dua ta ludoj që mund të ketë nga ata që janë s'don të lexojnë më dhe pavarësisht pozicioneve që kanë absolutisht mungesë. Të kesh dhe të dish është shumë e rëndësishme. Prandaj edhe populli ka thënë, është më mirë të dish se sa të kesh. Nisë me një vetë disiplinim pastaj për kulturën e kursimit. Sepse vendos një objektiv. Dhe kur ke një objektiv dhe ti je koshient për atë, pra je i qartë në atë çfarë bën, atëherë do të arrish atë. Nuk themi ta nisësh me normat e larta, me masë të lartë, me volume të mëdha, nise me pak. Dhe shiko, testo, provo dhe motivo veten tënde për të ngjitur shkallë pas shkalle. Sepse dhe një gjë tjetër që duhet të kenë parasysh të rinjt, nuk duhet të synojnë me patjetër do fitojnë shumë. Prandaj e përmenda edhe pjesën e kriptos, pasi e shikon dhe ndesh kur i flet, a i njeh fondin e pensionit apo këtë fond investimi? Jo. Sa thua fjalën kripto, të gjithë janë të ndikuar nga rrjetet sociale. Pse? Sepse ashtu funksionon shitja. Për të motivuar në ato që quhen investime me risk shumë të lartë. Që këtu thirrja ndaj të rinjve dhe kujdo që na dëgjon është do të kenë kujdes. Do të kenë kujdes nga investimet me risk të lartë, të cilat i kanë të ekspozuar dhe nuk kanë asgjë ligjore ku të mbështeten për investimin e tyre. Ndërkohë që do të kthejnë vëmendjen tek institucionet licencuara nga AMF-ja në produkte financiare të njohura të licencuara që kanë institucione financiare në vend dhe që dinë me kë kanë të bëjnë dhe që janë nën kontroll dhe kanë siguri në këtë investim dhe me kthime të cilat realisht në afatgjat japin përfitime shumë të mira. Pra le të shërbej kjo për t'i motivuar dhe për të qëndruar larg rrezikeve të ekspozuara të larta, për të shkuar tek ato që realisht kanë kthim të mirë për ta, por dhe sigurinë, sepse në fundit janë nën kontroll. Për një siguri financiare. E cekët dhe pak më herët edukimin financiar tek të rinjt. Si ekspert i fushës në edukim financiar, si e shihni edukimin tek të rinjt? Për sa i përket financave, a janë të ndeshur me terma të tipit kursim afatgjat, investim, interesi përbër, siç ofron dhe fondi i pensionit? Është bërë politik më shumë për edukimin financiar se sa është bërë realisht edukim financiar. Prandaj e nisa duke ju përgëzuar për këtë iniciativë, sepse këto janë konkretet kur dalin dhe flasin, sepse ju kam ndjekur dhe në podcastet e tjera, flasin njerëz që vërtet e kanë prekur apo janë dhe njohin ato. Nuk flasim thjesht për të dalë për politik, për të thënë se është mirë, por konkretisht çfarë. Prandaj do të thoja, në këtë pikë thirrja është për institucionet të cilat qëndrojnë mbi të gjithë. Dhe në një prej punimeve të mia që kam testuar bazuar në intervistat me student, është evidentuar mungesë e theksuar e njohurive. Ndoshta në mënyrë dramatike do të thënë në këtë pikë. Nuk mjaftohet me një java e paras apo me një shoqat që del dhe bën 2-3 fotografi, se sa duhet punuar realisht me një strategji kombëtare për edukimin financiar. Kemi plot familje të cilat shkojnë në faliment, apo të rinj, që shkojnë në faliment sepse nuk dinë se si të bëjnë një balans të mirë mes të ardhurave dhe shpenzimeve, të motivuar për të marrë kredi, për të pasur një luks të momentit, por harrojnë se sa detyre kanë për të paguar, për të mos njohur mundësinë që duhet gjithmonë të kesh një rezervë, një kursim, i cili është aty për ditë të vështira dhe për të menduar gjithashtu për të ardhmen tënde. Sepse vitet ikin shpejt, të rinjt e mendojnë pensionin shumë larg, por vitet ikin.
Edhe në këtë pikë nuk mjafton vetëm aq sa përpiqemi të bëjmë të gjithë aktorët, sepse bankat, fondet, shoqëritë e administrimit fondeve, institucionet tjera, universitetet tjera janë duke u përpjekur të bëjnë në mënyrën e tyre, me strategjitë e tyre të brendshme. Por mendoj në këtë moment për edukim financiar me patjetër duhet një strategji kombëtare. Treguesit edhe të masës të survey të bërë nga banka botërore dhe të tjerë tregojnë realisht shifra dramatike lidhur me edukimin financiar. Dhe prandaj duhet marrë seriozisht, shumë seriozisht, por ka njerëz që janë vërtet me këmbë në tokë dhe pranë këtij tregu. Mos të bëjmë sikur për të vazhduar me politika dhe asgjë konkret. Sa për teori. Për sa i përket planifikimit financiar që të rinjt synojnë, e shohin qoftë edhe në produkte më afatshkurtra siç mund të jetë një fond investimi, që është produkt më likuid krahasuar me atë të pensionit që e shohin shumë larg edhe shumë në afat gjatë. A mendoni se të rinjt e shohin kursimin si sakrificë apo si investim për të ardhmen, për një siguri financiare gjithmonë? Mendoj se në bazë të atyre testimeve që kam bërë me studentët, e mendoj si sakrificë. Sepse nuk kuptojnë se realisht çfarë perspektivash ka dhe çfarë mundësish ofron. Në momenti që sqaron, i informon, po i lë ata të hapur të kuptojnë. Po njëkohësisht kur edhe shkojnë dhe kanë kontaktin tek ndërmjetësit financiar, marrin përgjigje të thjeshta, të qarta prej tyre, sepse mos të harrojmë, kemi dhe këtu deficienca. Ku shkon dikush interesuar dhe nuk informohet realisht dhe plotësisht për çfarë produktesh është duke investuar. Dhe pastaj zhgënjehet dhe nuk ka më keq se sa zhgënjimi tek njerëzit. Ti duke promovuar, duke edukuar, duke mbështetur dhe atë e zhgënjen. Prandaj në këtë pikë kërkon një simetri në organizimin e informacionit, atë çfarë ti përcjell, që nga ne që flasim këtu, por dhe deri tek ai që ndodhet diku në një agjenci, në një deg, për të pritur dhe për të dhënë informacionin korrekt, transparent, ashtu siç duhet. Krijimi i besimit me konsumatorin të shpërblen. Kjo është këshilla ime që jap kujdo gjithë studentëve të mi, keni parasysh mos u nxitoni të fitoni sot për sot. Investoni në afat gjatë. Ajo vërtet vjen me pak vështirësi, por është e qëndrueshme dhe të jep kthim në afat gjatë. E njëjta gjë qëndron edhe këtu. Të mos e shikojnë në pjesën e një sakrifice, por të investojnë për veten e vet. Duke investuar dhe duke kursyer në radh parë se pos kurseve, s'ke çfarë të investosh. Duhet patjetër të krijosh për veten tënde rezervat e mundshme për të krijuar një portofol më pas, por që mund të flasim herë të tjera se si duhen shpërndar, se jo të gjitha të vendosur në një vend. Po, diversifikimi është çelësi. Te të rinë në fakt vjet re gjithashtu edhe koshienca që kanë që tek paga e tyre bruto ka një pagesë të përllogaritë të caktuar për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, me mendimin e tyre që këto kontribute i përkasin sa ardhmes, po themi, për një pension në të ardhmen. Ndërkohë që tek fondet e pensionit tani për ta bërë më specifike diskutimin, kanë këtë skepticizmin që po kontriboj për një fond pensioni, po si do funksionoj kjo në afat gjatë, duket sikur nuk janë në fakt të ardhurat të tyre që nesër pas nesër dhe të investuara u kthehen shumë më të larta. Si e shihni? Përsërisht munges informacioni dhe munges thjeshtësie në të kuptuarin e tyre. Pasi vërtet ne kemi një skem pensioni shtetërore, e cila për të cilën shteti të obligon dhe ti paguan kontributet për atë. Dhe mënyra se sa ti do të shpërblesh është si gjithë të tjerët që janë në publik. Ndërkohë, një gjë shumë e mirë e fondeve private të pensionit është fakti dhe këtu vlen për të përgëzuar edhe mbështetja që ka dhënë qeveria bashkë me AMF në këtë drejtim për të sjellë një ligj të përmirësuar për të krijuar mundësinë e rritjes së masës së investimit në kontributin e dhënë për fondet private të pensionit, duke zbritur, pra e kryer kjo para se sa të aplikohen tatimi mbi të ardhurat. Pa. Dhe si e tillë, automatikisht ai i cili investon në fond pensioni është duke përfituar 10%, 15 apo 23% sa është masa e tatimit që aplikohet mbi shumën që ai shkëput. Por nuk qëndron me kaq. Le të themi pak a shumë produktet e investimit kanë një kthim tek 4 deri në 5% në vit. Por gjithashtu, mos harrojmë që
investimi për i fituar, pra fitimi realizuar nga ky investim, gjithashtu i bashkohet shumës për të gjeneruar një kthim të tij akoma më të lartë. Që do të thotë se në periudhë afat gjatë, se kur flasim për fondet e pensionit, nuk duhet menduar një investim afat shkurtër. Prandaj dhe këtu, për ata që na ndjekin, duhet kemi parasysh s'është domosdoshmërisht ti të mendosh që duhet të shkoj gjysmën e pagës, unë duhet ta çoj në fond pensioni, se është interesante. Pra duhet të bësh një llogaritje të cash flow-t tënd pra të atyre hyrjeve daljeve, që ti të zgjedhësh një shumë që ta investosh për të qëndruar aty. Nëse je 25 vjeçar, nëse ti atë për 35 vjet, 40 vjet, atëherë aty do ta kuptosh se çfarë kthimi ke dhe çfarë përfitimi ti ke. Kur ti realisht mund të kesh përveç se atij fondit publik që varet se si do të jetë, ke një tjetër pension i cili është aty dhe ka të jep një kthim dhe një gjenerim të ardhurash i cili vazhdon gjithashtu deri në momentin që ti e përfundon ta konsumosh. Shumë e qartë. Për ta nisur pak me fondin e pensionit, nisur edhe nga biseda me të rinjt. Ata vërtet kishin këtë qasjen pozitive kundrejt kursimit dhe investimit njëkohësisht, mirëpo pensionin dhe fondin e pensionit specifikisht e shohin shumë larg. Çfarë do doni që të bëjë ndryshe qoftë nga institucionet po themi të fushës shtetërore apo private, apo edhe nga universitetet, në mënyrë që kjo qasje të ndryshonte tek të rinjt? Përsëri do ta nisja nuk mjafton vetëm kur ata vinë në këtë stad, kur ata janë student në universitet, sepse varet edhe për çfarë studiojnë, se mund të jenë inxhinieri, nuk i kanë student vetëm të ekonomisë, që mund të kenë by default që duhet të marrin një uri, edhe me produktet financiare. Pra ushtrimi duhet të jetë më i gjerë, nëse ne presim dhe duam që realisht të kemi një shoqëri më të shëndetshme. Sepse në fund të fundit, nëse kursejnë të rinjt, krijojnë rezervë, menaxhojnë më mirë të ardhurat, përfitojnë gjithë shoqëria. Në elementet e kostove sociale që ne i ndeshim pastaj kur janë në moshë pensioni dhe nuk ju mjafton pensioni. Pra, nga strategjitë kombëtare për edukimin financiar fitojnë të gjithë. E prandaj kam vite që e them se duhet të qëndroj dhe duhet të filloj që në fillore, por rreth parë me mësuesit e tyre, e pastaj ata ta mund ta transmetojnë tek fëmijët, edukimi i cili duhet të vazhdojë me prindrit, që të mundohen të mësojnë fëmijët e tyre me qasjen drejt kursimit dhe drejt investimeve afat gjata, për të thënë rreziqet që qëndrojnë investimet afat shkurtra, që mendon se do fitosh shumë me njëherë. Në një kohë të shkurtër. Larg këtyre lloj investimeve, për të thënë kurse, sa të mundush, pra absolutisht do të jetosh, nuk mund ta prishësh cilësinë e jetës. Por sa do pak kurse. Nëse ti çdo muaj kursen diçka, je në rrugën e dur. 500 lek, 1000 lek, 10.000 lek, absolutisht ti je në rrugën e dur, je duke krijuar një fond që mblidhet aty. Por mos e lër tek ai derkuci, po çoje në një fond investimi. Apo çoje në një llogari kursimi dhe ti pastaj gjykon dhe vlerëson për çfarë do ta përdorësh. Por, siç e thash edhe më herët, situata e treguese është realisht dëshpëruese. Prandaj duhet filloj ushtrimi qenë me mësuesit e klasave fillore, për të vazhduar më tej deri më sot, sepse në këtë mënyrë pra përfitojmë të gjithë shoqëria, edhe shteti vet. Sepse një shoqëri e shëndetshme financiarisht ka më tepër konsum, grumbullon më shumë taksa. Dhe shmang pagesat për të mbajtur këto shtresa në nevojë me fonde nga buxheti i shtetit, që do të thotë me taksat tona. Në stadin e studentëve që ju keni në fakt kontakt të përditshëm dhe në fakultet, sa të rëndësishëm e shihni bashkëpunimin midis institucioneve financiare dhe universitetit? Është shumë e rëndësishme, dhe këtu unë pavarësisht se janë produkte e universiteteve publike, do të thoja janë shumë më pranë studentit dhe tregut dhe zhvillimeve universitete private. Absolutisht duhet, kanë kapacitete në njerëz, por edhe me student në të gjendshëm të gatshëm për të përqafuar njohuritë e reja dhe produktet kur di se si jep të thjeshtë të qartë kuptueshme,
dhe patjetër që duhet të kenë në lidhje me jo thjesht formale që të bëjmë një marrëveshje bashkëpunimi, po të jemi konkret në praktikat, në përmirësimin e silabuseve të lëndëve, programe mësimore, mos vazhdojmë të ngelemi me ato klasiket që kanë qenë dhe vetëm so formula, ndërkohë që nuk njeh produktin konkret dhe çfarë tregtohet, për mos bërë shembuj me kompani që janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ne kemi konkretisht kompanitë tona, e dijesi që nuk e din ende që kemi Albania Stock Exchange aktiv në Shqipëri, fatkeqësi. Por këtë ka dhe profesor ekonomie që nuk e din. Pra sepse ka ngel ora mbrapa. Në këtë drejtim pra ka nevojë që të përditësohen me produktet më me njohurit, me produktet, me gjithçka tjetër, dhe kjo arrihet përmes bashkëpunimit, për të qenë më prezant. Mendoj se është rruga e duhur se si institucionet financiare mund të hyjnë në tregun e të rive, përmes universiteteve. Mos të presin më nga qeveria, nga shteti etj. Për të qenë më aktiv vetë ata, fundit do të kenë më shumë klientel. Dhe kur vinë me produkte të mira, të sigurta, atëherë pse jo duhet përqafuar nga të gjithë. Profesor, përpara se të mbyllet diskutimi ynë, si ekspert i fushës edhe i njohës i mirë i tregjeve financiare, çfarë janë 3 këshilla, po themi precize, që do t'u jepni të rinjve të sotëm apo edhe audiencës së gjerë për sa i përket planifikimit financiar? Shumë interesante. Do të thoja patjetër duhet kursejnë sa do pak. Ushtrimin duhet ta fillojnë me këtë gjë. Duhet ta nisin në çdo muaj të nxjerrin një fond për ta mbajtur aty. Fillimisht le ta mbajnë diku në një vend në shtëpi. Dhe pastaj një llogari kursimi. Të përdorin kartën e bankës, të mos bajnë cash për pagesat. Cashi duhet për një rezervë, e kemi thënë edhe herë tjetër, por të mundohen të kuptojnë më mirë se si funksionon sistemi financiar. Tjetër ka të bëjë me pjesën e rrezikut që ndërmarrin. Larg produkteve toksike, të cilat nuk ofrohen nga institucione të licencuara, të mbikëqyrura, të kontrolluara, të cilat i japin dhe siguri. Sepse shikojmë trende të tilla, të cilat i bëjnë që më pas këta të rinj të zhgënjehen dhe t'i konsiderojnë se ato janë produkte financiare, institucione financiare. Ndërkohë që s'kan lidhje me institucione financiare dhe tregun ligjor korrekt që është duke funksionuar në Shqipëri. Dhe e treta është nëse kanë mundësi të ndjekin trajnime dhe kurse që lidhen me edukimin financiar, të mos presin t'ja ofrojnë të tjerët, asnjë nuk i merr seriozisht për t'i bërë këto, me përjashtim të institucione financiare që kanë interes, por nëse do presin nga shteti që t'ju mësoj dhe t'i ruaj, atëherë nuk kanë gjë në rrugën e duhur. Gjithsekush duhet kujdeset të mësoj për veten e vet, të menaxhoj rreziqet e veta, të pyesi dhe të trajnohet nga ata që dinë, nëse do të ketë një jetë të shëndetshme financiarisht, që është e domosdoshme. Nga gjithë eksperiencat e mia, sepse nuk kam qenë vetëm pedagog, karriera ime është shumë në tregjet financiare, kam parë njerëz me shumë para të falimentojnë. Dhe biznesmen përsëri shumë të fuqishëm të jenë të mbytur në borxhe. E gjitha kjo vjen nga mungesa e edukimit financiar. Të gjithë e kanë atë entuziazmin dhe atë dëshirën të marrin, të fitojnë etj, por harrojnë të qëndrojnë me këmbë në tokë dhe të këshillohen, të pyesin, të mësojnë. Kjo është thirrja për të gjithë, edhe për audiencën, jo vetëm të rinjve, por kudo që është në biznes, në ekonomi. Kujdes nga produktet toksike, qoftë nga kredit toksike. Ju falenderoj shumë për gjithë këmbvështrimin profesional që sot ndat me ne. Ishte shumë kënaqësi për mua që ta mbyllim serinë e këtyre episodeve të Fondit të Pensionit së bashku. Faleminderit juve. Me shpresën që kemi qenë sadopak të qartë në edukimin financiar që përpiqemi të ofrojmë për ditë për klientët e Fondit të Pensionit që janë aktual, për ata potencial dhe për gjithë tregun, uroj që të shihemi shumë shpejt në seri të tjera të episodeve për sa i përket Fondit të Investimit. Faleminderit.